A keni menduar ndonjëherë sa shumë gjëra të bukura ekzistojnë në jetën tonë, edhe kur jeta duket e vështirë? A keni ndjerë ndonjëherë atë ndjesinë thellë brenda jush, brenda shpirtit tuaj, kur kuptoni se pavarësisht sfidave, jeta vazhdon të na dhurojë mundësi të reja, shpresa të reja dhe fillime të reja. Unë sot dua t'ju flas për diçka që nuk shihet me sy, por ndihet me zemër. Dua t'ju flas për atë energjinë që mbajmë brenda vetes son. Dua t'ju flas për mirënjohjen, për fuqinë e mendimeve tona, për vibracionet që ne shpërndajmë çdo ditë në këtë botë. E vërteta është kjo. Ne nuk jemi vetëm qenie njerëzore që jetojmë në këtë botë, por ne jemi qenie që ndikojmë tek njëri tjetri. Çdo mendim që themi, çdo fjalë, çdo ndjenje jona krijon një valë energjie që prek jo vetëm jetën tonë, por edhe jetën e të tjerëve. Bota nuk është aq e errët sa duket. Shpesh kur ne hapim televizorin, rrjetet sociale apo kur dëgjojmë lajmet, na duket sikur bota është e mbushur plot me probleme, me konflikte, me dhimbje. Lajmet që ne dëgjojmë na e bëjnë botën akoma më të errët, akoma më të keqe si ç'është në të vërtetë. Unë tani doa t'ju pyes diçka. Sa shpesh flitet në rrjete sociale për nënën që sakrifikon çdo ditë për fëmijët e saj? Sa shpesh flitet për personin që ndihmon dikën e eshtje? Kur ndihmon pa kërkuar asgjë në këmbim? Sa shpesh flitet për njerëzit që përpiqen çdo ditë ta bëjnë botën pak më të mirë? E vërteta është se bota është plot me njerëz të mirë. Plot me njerëz që kanë brenda tyre një potencial të jashtëzakonshëm për të dhënë dashuri, për të treguar mirësi dhe pozitivitet. Shpesh, këta njerëz nuk e kuptojnë se sa fuqi kanë brenda tyre, sepse ata presin nga bota që ajo të ndryshojë, pa e kuptuar që ndryshimi fillon pikërisht nga ata.